A i ke pasur ndonjëherë ndjesinë sikur po plakesh më shpejt se ç'duhet? Ndoshta nuk është mosha, por ajo që po vendos në pjatën tënde çdo ditë. Ka disa ushqime që i konsumojmë pa menduar 2 herë, por në fakt, ato po na vjedhin rinin, energjinë dhe shëndetin. Qëndro deri në fund të kësaj videoje, sepse jo vetëm që do të zbulosh 10 ushqime që po të mplakin, por do të mësojmë edhe si t'i zëvendësosh ato për të rifituar energjinë dhe pamjen tënde të re. Sheqeri është i ëmbël, por efektet që ka në trup janë të hidhura. Sheqeri shkakton inflamacion, dëmton kolagjenin në lëkurë dhe përshpejton rrudhat. Për më tepër, rrit rrezikun për diabet dhe sëmundje zemre, që janë shenja të plakjes së brendshme. Zëvendësoje me mjalt natyral ose sheqer kokosi. Jo vetëm që janë plot sheqer, por përmbajnë edhe acid fosforik që dëmton kockat dhe smaltin e dhëmbëve. Ato dehidrojnë trupin dhe e bëjnë lëkurën të duket e lodhur. Zëvendësoj me ujë me limon ose çajra natyral pa sheqer. Mielli i bardhë nuk ka fibra, minerale apo ushqyes. Kjo shkakton luhatje të sheqerit në gjak, shtim peshe dhe plakje të qelizave. Kalo tek buka integrale ose ajo me shumë drithëra. Të skuqurat janë armiku i heshtur i lëkurës tënde. Ato përmbajnë yndyrna trans që shkaktojnë inflamacion dhe ulin elasticitetin e lëkurës. Zgjedh alternativa të pjekura ose të ziera. Plot me konservues dhe kripra që dëmtojnë enet e gjakut dhe e bëjnë lëkurën të duket e fryrë dhe pa jetë. Plus, nitratet janë të lidhura me plakje të parakoshme. Zëvendësoje me mish pule ose peshk të freskët. Nëse deri tani po më ndjek, do të thotë se ke vërtet kujdes për shëndetin tënd. Nëse po të pëlqen kjo video, mos haro të shtypësh butonin like, të abonohesh dhe të aktivizosh njoftimet, sepse në videon e radhës do të zbulojmë si ta rinovosh trupin brenda 7 ditëve vetëm me ushqime natyrale. Mos se humb. Tani, le të vazhdojmë. Margarina shpesh mendohet si zëvendësues i shëndetshëm i gjalpit, por në të vërtetë përmban yndyrna artificiale që shkatërrojnë elasticitetin e lëkurës. Gjalpi i vërtet ose vaji i ullirit është shumë më i shëndetshëm. Tingëllojnë fit, por shumica janë plot me ëmbëlsues artificial që ngatërrojnë sistemin tretës dhe ndikojnë negativisht në tru dhe metabolizëm. Zgjidh ushqime të plota dhe të freskëta, jo të përpunuara. Përveç se dehidron trupin, alkooli dëmton mëlçin dhe ngadalson detoksifikimin natyral. Rezultati? Lëkurë e thatë, rrath poshtë syve dhe lodhje e vazhdueshme. Pi më shumë ujë dhe kufizo konsumin e alkoolit. Kripa shkakton fryrje, tension të lartë dhe probleme me zemrën. Lëkura bëhet më e thatë dhe më e ndjeshme. Përdor erza natyrale ose krip Himalaje në sasi të moderuara. Ushqimet e shpejta janë kombinimi fatal i yndyrnave të këqija, sheqerit dhe aditivëve. Ato e plakin trupin nga brenda dhe nga jashtë, më shpejt se ç'e mendon. Planifiko ushqimet në shtëpi me përbërës të pastër. Shumë njerëz mendojnë se plakja është e pashmangshme. Por e vërteta është që çdo ditë që ushqehesh më mirë, trupi yt rinohet. Fillo sot. Largo një nga këto 10 ushqime dhe do të ndjesh ndryshimin brenda pak ditësh. Nëse të pëlqeu kjo video, shpërndaje me dikë që ka nevojë ta dëgjojë këtë dhe komento më poshtë, po filloj ndryshimin sot. Do të lexoj të gjitha komentet dhe do të përgjigjem personalisht. Mos haro, ti nuk je viktimë e moshës. Ti je produkt i zakoneve të tua. Faleminderit që qëndrove deri në fund, e ardhmja jote e shëndetshme fillon tani.